Gjatë kësaj jave vazhdoi me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme për këtë protestë të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë ftoi çdo demokrate e demokrat të marrin pjesë në frymën e saj si qytetar të bëjnë gjithçka për suksesin e saj. Në qoftë se ka një faktor toksik, shkatrimtar për shoqërinë shqiptare, për ekonominë shqiptare, për ekzistencën e kombit shqiptar, është narko-euro që vjen nga droga. Siç e dini, nga viti 2017 deri sot e kemi denoncuar me qindra herë, por duhet të thej të vërtetën. Kjo ka qenë një betejë e vështirë shumë, jo e lehtë, sepse termi narkoshtet ishte një herezi, nuk përdorej, sepse termi narko-euro nuk përdorej. Pra, narko-euro jo vetëm shkatroi mira ndërmarrje eksporti, unë mora shembull këpucën dhe veshjen, por në të gjitha aspektet tjera. I dha goditjen më të rëndë ekonomisë shqiptare. Një ekonomi që nuk eksporton është ekonomi që nuk prodhon. Eksporti është treguesi më i fortë, më i rëndësishëm i prodhimit të një vendi. Dhe eksportet ranë në pikjat. Më keni ndjuar shumë herë tu them haptas shqiptarve. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Kur e them këtë, unë e di se shumë nga antarët, mbështetësit tanë mërziten kur më dëgjojnë një gjë të tillë. Ka prej tyre që edhe më kanë thënë mos e thuaj këtë fjalë, por në Shqipëri vota vdes pa hyrë në kuti. Unë e konfirmova këtë edhe në takimet ndërkombëtare ku isha dhe e kam faktuar unë këtë gjë. Sa tjetë Edi Rama në pushtet, votat ai do t'i marrë para votimit. Ne si demokrat duhet rikthehemi me të gjithë potencialin ton largimit tij. Nga ai vetëm drogë, krim dhe korrupsion do të kemi dhe zbrazje të Shqipërisë. Ju siguroj.